Deri në alokimin e parave në përgjithëllogaritë e trafikut urban edhe të sektorit publik, neve me protestat do vazhdojmë njëjtë sikur sot. 1.350.000 i kemi borxhe ndaj pikave ku furnizohen me naftë. Protesta e transportit publik, ku janë pjesë trafiku urban, si kompani publike edhe sektorit privat, edhe sot vazhdon edhe tutje deri në alokimin e mjeteve bërë që detyrohet komuna të shlyjë borxhet ndaj trafikut urban edhe operatorëve privat. Vendimi që është marrë ditën e nejtën nga Asambleja Komunale për bartjen e të hyrave vetanakët për vitin 2024 në vitin 2025, që arrin vlera asaj shumë 28 milion, është dërguar nga komuna tek Ministria e Financave. Po presim për Ministrisë Financave për ta kthyer atë vendim me pozitivitet për ne, gjë që i alokon mjetet, ato mjetet që është ai vendim, t'ja bëj bartjen e komunës, e komuna mbrapa t'i bëj bartjen nëpër sektoret tonë edhe këtyre sektoret privat ja. 1.350.000 i kemi borxhe ndaj pikave ku furnizohen me naftë. Problemi këtu është se nuk mujna me janis punës, pa i aloku mjetet, pa i qit mjetet, është dy çështje. Çështja që do të mi pagu pagat, që s'kanë marrë që 6 muaj, e dyta është që do të mi kryenën obligimet ndaj furnizuesve, se nuk dhonë më naftë ata pa i kry obligimet. A ditë që i qesin parë. Na jem të kënaqur, edhe merren kemi filluar në punën sa më shpejt. Akoma nuk e marr asnjë informat për rrjedhën e asaj se çfarë duhet të bëjë Ministria t'i alokoj parët te komuna të na. Deri në alokimin e parave në përgjithëllogaritë e trafikut urban edhe të sektorit publik, neve me protestat do vazhdojmë njëjtë sikur sot prej orës 10 deri në ora 12. Sa më shpejt me qit mjetet, transporti fillon më shpejt. Kështu që na me gjithë udhëtarëve, na me gjithë qytetarëve, ju kisha bën thirrje që ne të shpejtojnë procedurat, se kur është interesi i përgjithshëm i qytetarëve, i kombit, do të me qenë unik, do të me qenë bashkun.